Përshëndetje miq, para ca kohësh, kur isha në Istanbul, pata mundësinë që të blija fjalorin e famshëm të osmanishtes, të turqishtes së vjetër të Sami Frashërit. Siç dihet, Sami Frashëri ka dhënë kontribut të madh edhe për kulturën shqiptare, por edhe për atë turke. Në vitet 1800 ai ka shkruar shumë fjalor, ndër të cilët është edhe ky që shihni, që kam bler unë, Kamusi Tyrki, që përkthehet fjalori i gjuhës turke, kuptohet, fjalori osmanishtes. Ky fjalor është rreth 1200 faqe. Siç e shihni, është i shkruar i gjithë me alfabet arab, për arsyeën se osmanët përdornin alfabetin arab. Këtu sipër në osmanisht shkruhet Kamusi Tyrki. Ky është një ribotim i vitit 2024 i komplet veprës së Sami Frashërit, domethënë i fjalorit. Dhe siç e shihni, jam vendosur edhe në krye të fjalorit edhe shpjegime rreth jetës dhe veprave të Sami Frashërit. Ky fjalor konsiderohet nga gjuhëtarët dhe nga studiuesit e gjuhës turke si një nga fjalorët më të mirë të gjuhës turke. Në lidhje me këtë vepër kam menduar të bëj një video më të plot në YouTube.